Deri sa ne thonë që misioni, me ato se kemi ndëgju media, nuk po flas në kuptimin zyrtar, se unë dyshoj në këtë koncept përveç një premtim elektoral në praktik, unë kam dyshimet e mia që mund të realizohet. Në qoftë se thojmë e mbrojnë sovranitetin dhe integritetin e vendit, me automatizëm ndërhyjnë në mision të ushtrisë Kosovës. Po ndikon, ne kemi policinë kufitare, që ka rolin dhe misionin e vetë. Me automatizëm ndikon në rolin dhe misionin e tyre, dhe kompetencat ligjore që i kanë ata. Kjo është një forcë ndërmjeme, por që duhet mu ndërtu pa tjetër, në qoftë është domosdoshme, që unë nuk besoj, edhe unë jam absolutisht kundra kësaj, për arsye që nuk kemi nevojë. Ashta mas 20 vjetë, mund thëmë diçka tjetër, por tash, na e kemi një mision, ose ushtria e Kosovës, e ka një plan afat gjatë. Na e kemi thonë planin strategjik dhe një zhvillimit të ushtrisë Kosovës që kemi ndërtu bashkarisht me miqe dhe me partner. Plani i zhvillimit, hapas hapi. E kemi vitin 2028 që sikur në 2013 një kujtohet kër i kemi marrë disa kompetenca prej këforet në atë kohë. Në 2013 e kemi marrë deminimin, e kemi marrë kërkim shpëtimin, qoftë urban, qoftë malor, qoftë ujor, edhe e kemi marrë njësin e me AKB-gës që është mbrojtja kimikate mikrobiologjike. I kemi për një kohë caktune kemi pas mision, dhe kemi realizu dhe ka ardhë komiteti NATO-s dhe na i ka njohë në 2013 ato kapacitete. Dhe tash janë kapacitete ekskluzive të ushtrisë Kosovës. E njëjta është plani gjithëpërfshirës dhe të vjeçar. Ngritja e kapaciteteve të ushtrisë Kosovës, mbi bazën e mandatit dhe misionit që e ka, edhe ligjore dhe kushtetues, me ndërtu çdo kapacitete. Dhe në 2028 e njëjta ka me ndodhë. Kanë me ardhë dhe mu vlerësua që to që a e kemi zbatun në qëtë plan, a jemi trajnu, a jemi pajis, a jemi gatshëm i kry këto misione dhe këto detyra, dhe në 2028 njepet vlerësim. Dhe dikush tjetër e jep vlerësim dhe mund të thëtë, po, Kosova, ushtria e Kosovës, është e gatshme me i kry obligimit e veta ligjore dhe kushtetuse. Dhe tash, në që se ti planifikon diçka tjetër, tash është një temë krejt tjetër që na as nuk e kem as koncept, as ide, cili ka me kon implikimit në që planin gjithë përfshirës që po flasëm, që ka implikime, nuk diskutohet, dhe tash ti a duesh me ndalë qëto, që kemi nënshkru dhe kemi bo marrëveshje me venet anëtare të NATO-s e me partner tonë strategjik. Unë i këm dëgjua dhe partnerët tonë, kanë thënë përpresëm dhe çka po propozojnë. Po, unë ta garantoj që kjo nuk është e mundshme në këtë fazë më po, dhe është premtim vetëm elektoral, e mas 20 vjetë mund të flasëm në ashtat diçka tjetër, që në qoftë se marrëm pozitin gjeografike dhe misionin edhe të ushtrisë, edhe të policisë, unë nuk besoj, po jam shumë i bindun që nuk ka nevojë për një forcë tretë, përveç se mund të themi që nashta Albini menon që me boni ushtrit vetën.